Miqtë Prizmus. Sot është 22 marsi, është festa e Bektashive. Sigurisht dola diku në periferi, shkova nga shtëpia e gjyshit. Por haca me një nga veprimet më fantastike, më të bukura të kryer nga policia e shtetit. Një grua 59 vjeçare në problemet e saja, shtedhur në ujë dhe ka tentuar të mbytet. Po si duket momenti i fundit, nuk e ka lejuar që të shkojë drejt fundit saj. Dhe ka filluar përpjekjet për të shpëtuar, megjithëse në një vend të vështirë, keni parasysh. Atje ku ka qenë dikur lokali sipër një bun, atje ku sot Iliria, në kthejës pikërisht aty. Rrugës ne pam që policia po shkonte me shpejtësi marramense, por nuk e dija që do shkonte aty. Atë kur pam veprimin, pam edhe pamjet, u detyrova të regjistroj. Edhe kam regjistruar pamjet ndihmës që u dha. Masi e shpëtuan, i veshën edhe uniformat e policisë, e nxorën të shkretën, derisa nuk ka punuar shumë, për 7-8 minuta ka ardhur edhe ambulanca. Duke bërë shërbimet, dhe tani, duke parë gjithë skenën, duke filmuar, po thuaj të gjithë skenën, që ne duke parë dhe ju, më duhet bëj edhe një deduksion. Jo policia e shtetit për të sulmuar, policia e shtetit është për të mbrojtur. Nuk është për të sulmuar dhe për të përdorur policinë në fymje, shpifje dhe sharje. Policia është një pjesë e jona, janë njerëzit cilët sigurisht si ne kanë edhe mangësitë e tyre dhe hallet e tyre, por policia është pikërisht për këtë moment. Për këtë moment ajo duhet lavdruar dhe lavdruar shumë, sepse ajo pikërisht ishte që i shpëtoi jetën kësaj gruaje. Po e them edhe herë, nuk e di se çfarë radhësh kishte, ajo ishte mirë apo nuk ishte mirë, kishte memorie, ishte normal menërisht apo nuk ishte, po ka pasur hallet. Nëse është një moment i tillë, por e shpëtuan. E shpëtuan duke hedhur në ujërat e bunës. E nxorën jashtë, e mbrojtën, i dhanë veshjet, e çuan në ambulancë, dhe tash i po kurohen. Kjo është ajo policit që ne duhet ta mbrojmë. Ajo sulmohet edhe politikisht. Dhe sigurisht për të thuar edhe fjalët nga më të këqija të mundshme. Akuzë në vend, edhe e drejta, po sidomos shpifja. Akuza e pa drejtë. Ndërsa policia është për këtë veprim. Ky është veprimi që na bën për të respektuar një pjesë tonë. Atë pjesë e cila gjinet aty, shpëton jetët e njerëzve dhe e bën këtë me një dashamirësi dhe një pasion dhe profesionalizëm, aty pas edhe profesionalizëm. U hodhën, e shpëtuan, e nxorën, i dhanë frymëmarrjen, e mbuluan, e veshën, e morën me të mirë, e çuan në ambulancë. Kemi të bëjmë pra me atë që sigurisht është ndërtuar për të ndihmuar qytetarin, për të idealizuar qytetarin. Edhe kësaj radhe, pikërisht në atë zonë dhe pikërisht një 59 vjeçare, policia i shpëtoi jetën. I shpëtoi jetën sepse sigurisht mund të ketë pasur dëshirën për të raptur si në momentit për të dhënë fund të jetës, por në fund fare nuk ka qenë e zonja që të mbytet ose vetë mbytet. Dhe ka dashur të shpëtojë, por nuk ishte e mundur që të shpëtonte më. Dhe për ta shpëtuar u hodhën këta djemtë e policisë. Këta çunat e ri që shpeshherë ne i akuzojnë. Por që i shpëtuan jetën një prindi që sigurisht ka është në vështirësi, njeriu të vetëm, i cili prapë është në vështirësi, mbase edhe me probleme mendore, po që ka qenë në vështirësi, mbase as pak me probleme mendore, po me hallet e jetës, dhe që sigurisht ka qenë në vështirësi. I shpëtuan jetën. Rroft policia. Patjetër policia është për të lavdruar. Është një moment i jashtëzakonshëm. Bravo policia, i lumë policia e Shkodrës. Tash tjetra është
për protestën për ditë feste të Sali Berishës, një ateist i vrasës, jo ateist, po vrastar, ashtu si që ka qenë Enver Hoxha, cilët i shkonte në shtëpi dhe ftonte në shtëpinë e tij. Shtëpinë e tij, pikërisht. Nuk i ftonte të gjithë Enver Hoxha në shtëpinë e tij, ftonte vetëm maskaret. Dhe një ndër maskaret e atij regjimi, mila aty ka pasur shumë burra që nuk ishin kaq maskaret sa ky. Po një nga maskaret ishte edhe Sali Berisha. Ai ka shpallur 22 marsin, vetë ka shpallur, sepse duhet shpallur 22 marsi i fitores ti në 1992. Fitores ti mbas masakrës Shkodrës, i cila nuk është zbardhur, por të gjithë e dinë që është përgatitur po nga ai edhe nga shërbimet e UDB-s këtu në Shkodër, për të bërë masakër, për të ndihmuar ardhen e Sali Berishës, agentit tyre që vazhdon akoma saj dite në shërbim të një përçarje të jashtëzakonshme politike, kombëtare e tjerë e tjerë. Nuk i është mbushur mendja akoma shumë njerëzve, po sigurisht kjo është shumë e qartë te njerëzit. Pra, ishte 22 marsi, është ajo e vetmja fitore që mund të quhet, por ajo në bazën e një mashtrimi të madh, e vetmja fitore e Sali Berishës. Në 2005 nuk është fitore e Sali Berishës, është dorëzimi i Partisë Socialiste. Dorëzimi i Partisë Socialiste nga Fatos Nano dhe sigurisht veprimi i George Sorosit me mekanizmat e tij, sidomos Skopin, për të ndihmuar Sali Berishën. Pra, bashkoi 22 marsin e festës në Novruzit, Sultan Novruzit, me 22 marsin e fitores tij. Dhe pikërisht sot bën edhe protestën kundër Edi Ramës, thot, po në të vërtetë ai shërben Edi Ramës, i pastron këpucët, i lëpin këpucët Edi Ramës. Ai do që Edi Rama të jetë i përjetshëm në pushtet, sepse vetëm duke qenë Edi Rama i përjetshëm në pushtet, ky ka pushtetin politik. Dhe kjo e keqe është edhe se në një farë mënyrë edhe Edi Rama do që të jetë shefi i opozitës, ky maskaraj i demokracisë, kriminali i popullit vet, vrasës në 21 janar dhe vrasës në 15 mars të 2008-s, i popullit vet, sigurisht në natë shtatën, sepse duke pasur atë, normalisht ai gëzon pushtetin edhe të konsumuar, po njëkohësisht edhe jetë gjatë të tij. Është një ekzistencë biunivoke katastrofike. Është një simbioze e jashtëzakonshme, simbioza e një krokodili me atë zogun e vogël që i pastron dhëmbët, edhe shumë simbioza të tjera që ekzistojnë edhe në natyrë, janë shembuj natyror. Por në të vërtetë, protesta bëhet për familjen e Sali Berishës, nuk bëhet për të drejtën. Sali Berisha thot, kemi penguar integrimin evropian, por tash as kërkush nuk beson në moralet e tija, të cilat sa herë flet, jo vetëm mashtron e gënjen, është gënjeshtari më i madh, mashtruesi më i madh, është mitomani më i madh i këtij vendi, por dhe përdoruesi më i keq i mundshëm i demokracisë dhe i lirisë. Ai është përdorësi më i madh i demokracisë dhe lirisë në Shqipëri. Sigurisht që e ndjekin mrapa derbeder tipa të shmendur të pushtetit. Nuk e di, tash nokat e shehut, Tritan Shehut e kompani, Albana Vokshit edhe nuk e di tash edhe këtyre trive që janë Jurita Tabakut edhe Ilira Limemedit, është fatkeqësia e jashtëzakonshme, shumë majmunëve të tjerë, Jack Markaj, ku diun, aty gjykatësit të jashtëzakonshëm që merrte leje barre, Gjingjonit, element tillë, një prokuror i cili i gjuhet makinë duke qenë me kriminala, ka të merra, kupton? Që sigurisht shërben shkërcet Berishës, Argita Berishës, dhe një psikopati si Abi, i shoqi Argita Berishës, i vërtet rrugës, i shmendur si motra e tij. Janë një shmenduri familje e cila sigurisht do që t'i vënë nën këmbë edhe një herë të vend. E din që është e pamundur, por sa kanë mundësi dhe sa kanë budallë që e ndjekin mbrapa, do bëjnë edhe sherrë. Ky është edhe 22. Nuk i
plas Sali Berishës as për karburantet që flet ai, nuk i plas as për lirinë, as për demokracinë, nuk i plas as për kur gjë që ndodh në Shqipëri. As për korrupsionin, as për gjë, i plas vetëm për familjen e vet. Dhe për familjen e vet është i gatshëm si në 97-ën ta djegë Shqipërinë. Të bëjë grup shtetit si në 98-ën, ta hedhë në erë si në 2008-ën dhe të vrasë në bulevard si në 2011-ën. Është i gatshëm të bëjë dhe i herë për familjen e tij skandaloze, kriminale, me emrin Berisha. Për këtë punë, edhe këta që e ndjekin mrapa janë edhe më skandalozë edhe më maskarej se vetë Sali Berisha. Është e pashmangshme të thuhen këto fjalë, sepse po nuk i thej kështu është e zorshme që në mënyrën e kulturuar dhe në mënyrën, nuk e di, jo invadente, si them tash, shumë të kulturuar, shumë të butë, njerëzit ta kuptojnë. Sot nuk janë mësuar të kuptojnë nga butësia, ta shpërdorojnë besimin e butësisë, thotë ky është legend. Ky është një gjithfar epitetesh. Kur ju flet kështu, ma se të shajnë, por e kuptojnë. Unë preferoj që të më shajnë, por ta kuptojnë, se kanë të bëjnë me një familje kriminale. Kanë të bëjnë me njëri kriminal, me një serial killer që vret shqiptarët, dhe nëse sot ju thuhet dhe nesër ju thuhet spakut ta mbajnë vesh se janë duke shkuar mrapa dhe janë njësoj si ky kriminali. Normalisht Partia Demokratike nuk është e tillë. Partia Demokratike është shpërndar. Këto janë demokratika si Berishkët, janë vicidolianët. Nuk kanë lidhje me Partinë Demokratike. Ndigjoj shpeshherë dhe këta që e kundërshtojnë. Ndigjoj edhe vajzën nga Elbasani. Ndigjoj edhe Salijanin, ndigjoj edhe disa tjerë që e kundërshtojnë. Po janë zëra të përveçshëm dhe të mekur, që në të mund të kenë shumë konsensus, po të pas zot që t'i dalin përballë dhe t'i thonë, shiko marr kriminal. Ti, jo vetëm që na marr në opozit, po ti ke pushtetin e familjes. Ti nuk të intereson pushteti, as të rregullosh Shqipërinë, ti do pushtetin familjar, dhe pushtetin familjar e sheft nëpërmjet familjes. Po ti jetë familja normal, për ty çdo gjë është normale, nuk ka rëndësi se çfarë ndodh me Shqipërinë. Dhe në mend të kësaj ideje është edhe ideja më e vogël në të. Dhe kjo ka të bëjë edhe me një puç të madh që është bërë demokracisë në vitet 90 duke ne. Sepse pikërisht kjo parti u turën dhe shërbimet më të poshtra të mundshme, sekrete dhe investuan në mënyrë të tërbuar, sepse kishin bënin me njerëzit e sigurimit të shtetit, me ata që ishin me dosje, të cilët do të bënin patjetër urdhrat që merreshin nga këto shërbime. Dhe sigurisht përfaqësoheshin nga ish sekretari i partisë, ish komunisti i 68-s, atij që i besuan të çelpte demokracinë në Shqipëri, ta përdhunonte atë deri në ditët e sotme. Dakord miqtë e mi?